Atë dua të them, tani, shi që shkruan kryebashkiaku, të paktën, ose të paktën me atë që shofun këtu, thot, nuk ka bidem që shokët e mi. E Future-it është kënga? E Future, Meskov. Dhe... Dëgjon nga dhe hip-hop? Po tani aty ku është, do të gjithë që muzikë që të bëj. Jo, po që nga... Tani, ask about me, I'm gonna boost the move. Jo, po se ka gjithë, një sekund, jo, se ka gjithë, po mund të ta gjej, na po i gjithë e vetë, të lumëtoj e vetë. Tani, shi qarë thotu, atë që unë dyshoj, ose të paktën të jedhim hipoteza, nuk ka bidem që shokët e mi, thot, vetë me një certifikat lindjeje dhe hidhërim brezash, certifikat lindjeje dhe hidhërim brezash, po mbasin gjumin për disa postime në TikTok. Ri i zemruar dhe mos u qetëso kur. Nuk e ka përcaktuar në është mashkull në femër. Shkruan Velie Tesa ka zgjedhur një këngë të filanit Future, që është Meskov. Po ta klikojmë këtu, besoj se të dali. Po është dhe pak e vështirë. Më mirë kërkoje. S'ka bateri fare. Po s'kam bateri në drejt fundit. How it is, Hendrix, I promise, I swear. No. Ndesha me... Futen qa GDP, Meskov, Lyrik, se ta nxjerr me njëre. Nëse, nuk ka rëndësi. O, Ermal, shif tani se prandaj po them që emrat, kur themi se ne kemi zbuluar emrat, nuk është se po bëjmë një zbulim të madh që mund ta shquajmë vetëm ne. Ajo që më bëri përshtypje është fjala ose toksh fjalëshi nuk ka bitem që shokët e mi vetëm me një certifikat lindje dhe hidhërim brezash. Të bë përshtypje ndonjë gjë ty? Kjo? Po. Tani hidhërim brezash, ai thos. Certifikat lindje, të bën përshtypje si fjalë? Ç'do të thotë certifikat lindje? Njëri i pashkolluar, që ka vetë certifikat lindje dhe nuk ka arsimuar. Tani, të bëj një pyetje ty unë tani, prapë se duhet të ashtoj që nga smoj që fantazin. Kush janë njerëzit që kanë vetëm një certifikat, po tani... Jo që një certifikat, njerëzit brenda, ose të paktën brenda Partisë Socialiste, ku mendohet se Nese Angoni ka qenë një person brenda radhëve, ose njerëz cilët i kanë dashur të mirën, si ajo letra ajo Van Brekut, me fjalë që nga një mik që i donte të mirën, kush mund të jetë kush është anatemuar si njeri i pashkolluar brenda Partisë Socialiste? Në më ty e kam, se kam... Po, do shikoj edhe tekstin, po duhet gjithë tekstin, tani duhet ta ulumtosh vetë. Ore, kush është ky njeriu i pa arsimuar brenda Partisë Socialiste? Kush ka dalë lajmin? Ku ka pësejat pa arsimuar? Ka, po të kontrollosh. Shife aty, shkollimi, kujt i mungon shkolla? A më shifës, a më se të ta bëj çiksi gjë e gjës tani, se s'do të ta them troç. Po shkolla nuk i mungon asnjëri nga këta. Belinda Ballukut. Tani është numri 2 i qeverisë, ju thoni mungon shkolla tani. Ore, tani po them, ke pa, lexon lajmet, çfarë lexon ti? Po lexoj lajmet, po unë jo të gjitha lajmet që lexoj. Mos lexo vetëm romane edhe kështu. Lexo edhe një lajm më burr. Tani aty te pra ti thuaj që ai ka shigjetuar. Ore, shkruaj Belinda Balluku shkollimi, të lutem. Ma bëjën nder, ama. Një sekond, do ta bëj unë këtë nder, po them doja dhe... Nuk i bëj do të gjitha është ideja, jo se nuk është... Doja tekstin e kësaj, prandaj... Ore, gjeja të njërë për le tekstin e kësaj, se kjo është më rëndësishëm këtë teksti që them unë, por... Kujt i mungon shkolla? Jo, kujt i mungon shkolla? Belinda Balluku shkollimi, shkujti, për shembull. Belinda... Po hidhërim brezash, nuk të bën përshtypje, për shembull? Fjalia? Ja, s'më nxjerr asgjë mua. A e nxjerr po, sot.com nxjerr një që thot Belinda Balluku pa diplomë, thot. Po lexoj. Po edhe për qytetar. Po fat edhe aty e ka edhe faqa vetë, ka. Shkollimi i qeverisë Rama si vjen e ministrave skandalos, thot. Po pra, Pra ju thoni tani që ju po hamendson. Po bëj deduksion. Ora dhe unë e them, nuk e kam problem. Po nuk e nevojë ta thua se po bëj deduksion. Ideja është ajo që po Ermal tani se është të pjesa nuk ka bidem që shokët e mi vetëm me një certifikat lindje. Tani, para se të kalosh të shokët e tu, këta 52 veta që na ndjekin këto momente live, të na bëjnë subscribe në Antena Televizion dhe ne do vazhdojmë përsëri me narrativën për të zbuluar a është Belinda, kush janë njerëzit e tjerë. Po jo, se kam kuptuar, zonë tani nuk i di në korridoret e Partisë Socialiste. Po shite ka asociam korridoret e Partisë Socialiste? Jo, nuk i di thash gjitha korridoret e Partisë Socialiste. Pastaj vazhdon Erioni Fotrosaku që po mbaj në dorë, quhet Nesti A, Nesti Angoni. Është i vogël, që sharak i zhumshëm, por përballë meje duket si miz. Tani ka dy lloj deduksione, atë që mendoj unë. Pra paragrafi i parë nuk ka lidhje me paragrafin e dytë. Pra, unë besoj se
paktën me aq sa kuptoj ose aq sa nxjerr nga ky shkrim është se Zoti Velia e thotë që Nesti A është një rosak i vogël, pra qesharak dhe i zhurmshëm, dhe por përballë meje duket si miz. Ama kur i referohet për të dalë te rosaku, kur i referohet personit që është vënë siklet nga TikTokët ose nga postimet e Zotit Velie, është një person me një certifikat lindje dhe Hidherim Brezash. Te Hidherim Brezash i vetmi person që është ankuar se ka qenë, si thuesh, më i përvëluar i sistemit komunist, besoj, Ermali është zonja Balluku. Ermali ndërkohë që të fletë edhe është përndan rrjetet sociale, si njerëzit duhet na ndjekin, kështu që edhe njerëzit na mirë kuptojnë. Tani, ti si, dua një kështu tëndën. Ore mund t'ja bëjmë, po bëjmë dhe gabime ndoshta se mos ashtu. Jo marr, këto janë hipotetike, ne me pikë pyetje e kemi lënë. Por në të paktën atë se çfarë ka thënë Velia, tani çështja qëndron që... Unë besoj se janë dy persona ndryshëm për dy statuse. Pra Rosaku është tjetër kush që është i vogël i zhurmshëm. Një sekond, i vogël qesharak dhe i zhurmshëm. I vogël dhe i zhurmshëm është Erion Brashi. Qesharak është i çik. Pa qesharak s'është. Po jo, qesharak nuk e thash. Unë thash i vogël dhe i zhurmshëm. Po ka qesharakun brenda pra drejt. Ky na ashtu. Kush është i vogël? Po mos është ai APP-s mo. I APP-s kush është i APP-s? Po i vogël qesharak, po s'është i zhurmshëm ai. Drejtori i Agjencisë për Prokurorinë Publike që ai po apo s'ka lidhje. Jo, pa ai s'është as ku ka bërë një zhurmë, ai madje kur doli nga spaku, aty dikse rënë eshtja. Po pas foli fish. Ai është si ajo pjesa e martesës që thon fol tani ose është për gjithmonë dhe ai foli aty edhe i kërkojmë spakut në bëjmë një takim me Erionin. Ka diçka në këtë moment edhe për pra i vogël qesharak i zhurmë, me fjalë nga dy cilësi ka ky personi, po edhe të treja nuk na bëhen drejtim. Edhe për teleshikuesit edhe miqtë e emisionit pa emër. Më thënë, thelbi që ndronë sot në atë që dua ta parashtrojmë, pse tani guxoi Erion Veliaj të flasi me emra? Dhe më thënë, ne shikojmë Erion Veliaj në momentin që sulmoi Olci Dadon, sulmoi Bamin, i atakonte ata... i kërkoj ndjes edhe... I atakonte ata, jo, bo e kam i qytetar, me gjën që e kam. Po, jo, unë që jam në... Dhe i atakonte ata si njerëz Sali Berishës. 83 mandate Rama, pritej që Veliaj të heshte, do më nduaj që se tash mu bëhet trup qelik, Partia Socialiste, një dore vetëm, një trupi vetëm, pra dora dhe, në këto momente pse ka reaguar Erion Veliaj dhe ku e ka gjetur forcën për të sulmuar, po e marim në a priori se kjo është me hamendësim në qoftë se është zonja Balluku. Pa tjetër. Dhe ku e ka gjetur guximin Zoti Veliaj, godasi numrin 2. Se pas hekurave kuria i në një dhomë 1-1, 2-2, se nuk e di sa janë kushtet e qelis. Po. Tani unë mendoj që se dhe unë për lexoj atë, Miel Majzes. Po. Ngjarjet e paparashikueshme. Se kemi diskutuar. Dhe mund ta ketë marrë guximin të ai libër Zoti Veliaj që i ka thënë reago se po ndonte aty ti i futur këtu je, më gjë për të humur s'ke, kështu që o reago tani, prish na një punë, po puna është që duket sikur ai... Ja, po ndryshe nga Sajmir Tahiri, nëse mban mend atëherë, prisim më shumë. Tha, doli atëherë që tha biri, se nuk e di na e lejon në YouTube ta themi atë fjalë, na e lejon? Nuk e di njerëzit kur. Se kena ke bërë me hije nga YouTube, por s'na le YouTube, s'na le YouTube. Ah, marr YouTube. E them dot atë fjalën siç e tha Rama, siç e tha se ka thënë Rama. Po mund të thuash atë, po apo lere skaqja se s'është etike. Thjesht etike s'është ajo, po nuk është etike, por njerëzit se mund ndjekin edhe të vegjël, e kupton? Jo, e kam bërë për jo fëmijë këtë kanalin e YouTube, se s'kemi kanale për fëmijë. Okej. Jo, sepse mund të futen në kuptimin që kur të bëjmë kështu të tjera, ndoshta do e vendos për kategori të tjera, por atë që desha thoja është se mbaj mend atëre me Sajmir Tahirin, i cili tha atë që tha, nuk ka birë ashtu që dhe imitoj Ramën kur tha që të njëjtën fjali, që nuk ka ashtu, që më ashtu mua. Rama e tha dhe s'fund mi vonë, e tha biles që në qoftë se mban mend që nuk ka njeri që më merr mua, vjen mua, më merr në telefonin, le ta provojnë të marrin telefonin tim,